Listat HTML u lejojnë zhvilluesve të webit të grupojnë një grup artikujsh të lidhur në lista. Një listë e parenditur fillon me etiketën UL. Çdo artikull i listës fillon me etiketën LI. Artikujt e listës do të shënohen me pika rreth të vegjël të zinj si parazgjedhje. Vetja list style type në CSS përdoret për të përcaktuar stilin e shënuesit të artikullit të listës. Mund të ketë një nga vlerat vijuese, disk, e vendos shënuesin e artikullit të listës në një pikë parazgjedhur. Vetja list style type në CSS përdoret për të përcaktuar stilin e shënuesit të artikullit të listës. Mund të ketë një nga vlerat vijuese, circle, e vendos shënuesin e artikullit të listës në një rreth. Vetja list style type në CSS përdoret për të përcaktuar stilin e shënuesit të artikullit të listës. Mund të ketë një nga vlerat vijuese, square, vendos shënuesin e artikullit të listës në një katror. Vetja list style type në CSS përdoret për të përcaktuar stilin e shënuesit të artikullit të listës. Mund të ketë një nga vlerat vijuese, none. Artikujt e listës nuk do të shënjohen. Një listë e renditur fillon me etiketën OL. Çdo artikull i listës fillon me etiketën LI. Artikujt e listës do të shënohen me numra si parazgjedhje. Atributi tipi etiketës OL përcakton llojin e shënuesit të elementit të listës. Tipi i barabartë me 1, elementet e listës do të numërohen me numra parazgjedhur. Atributi tipi etiketës OL përcakton llojin e shënuesit të elementit të listës. Tipi i shkronja e madhe A, artikujt e listës do të numërohen me shkronja të mëdha. Atributi tipi etiketës OL përcakton llojin e shënuesit të elementit të listës. Tipi i shkronja e vogël A, artikujt e listës do të numërohen me shkronja të vogla.
Atributi tipi etiketës OL përcakton llojin e shënuesit të elementit të listës. Tipi i numrit të madh romak i artikujt e listës do të numërohen me numra të mëdhenj romak. Atributi tipi etiketës OL përcakton llojin e shënuesit të elementit të listës. Tipi i numrit të vogël romak i artikujt e listës do të numërohen me numra të vegjël romak. HTML mbështet gjithashtu listat e përshkrimeve. Një listë përshkruese është një listë termash me një përshkrim të secilit term. Etiketa do të përcakton listën e përshkrimeve, etiketa do të përcakton termin, emrin dhe etiketa do të përshkruan secilin term. Listat mund të vendosen brenda një liste, lista brenda një liste. Shënim, një artikull liste, mund të përmbajë një listë të re dhe element të tjerë HTML, si imazhe dhe linqe, etc. Listat mund të vendosen brenda një liste, lista brenda një liste. Listat HTML mund të stilohen në shumë mënyra të ndryshme me CSS. Një mënyrë popullore është stilimi i një liste horizontale.
Një mënyrë popullore është stilimi i një liste horizontalisht për të krijuar një menu navigimi.